burime shumë serioze informojnë për diskutimet e gjëra që po zhvillohen në Kancelaritë Europiane dhe në Bashkimin Evropian, në të cilat nuk përjashtohet dhe opsioni i zhbërjes së plot të procesit integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian për shkak të këtyre qëndrimeve antikushtetuese, antidemokratike, antiligjore që mban Edi Rama në rastin e dosjes së tij në aparencë Balluku dhe Akshit. Unë kam paralajmëruar dhe paralajmëroj prapë shqiptarët se marrja në dorë e fatit ton është rruga e vetme mbasi Edi Rama. Absolutisht nuk do të pranoj kur t'i heq imunitetin Lubi Ballukut mbasi e din se sbashku me të në bangon e akuzë është i detyruar të ulet dhe ai vetë. Mbasi e din. Ai e din mirë se jo në një, por në dy përfaqësi kryesore të Europës dhe të botës, Geron Meçe ka dhënë çdo detaj të implikimit direkt të Edi Ramës, Bajanakut dhe Lindës në aferat e Akshit. Edi Rama e din mirë se tashmë gjithçka ka dalë në dritën e diellit, sa ai nuk është gjë tjetër veç një ergysagas. Ndaj dhe përpritet në këtë mënyrë. Akshi është dosja që ka lënë pa mend Kancelaritë Europiane, por edhe të vendeve tjera të mëdha.